Të utilizo me pak sekonda këto emra të medjes. Vuna syze se nuk shofat nga Shumë fut në këto dhesh. Blendi Feziu. Me 10 sekonda. Udhëtar. Ylli Rakipi. Muhabetqar. Mero Baze. Sqepar. Grida Duma. Po ti bashkën gjithë me Erlam Hillin, që ti kesh të dyja femrat afër. Po janë dy gjëra të ndryshme. Që do thot? Erën e kam kushuri. Ja doli kushuri. Po, pyte. Të largët, po kushuri. Po ashtu dalje në ne kushuri si katolikë. Jo, si me ty, jo. Jo, po ty të kam kushuri të afërt. Atë e kam kushuri. E kuptova. Aren Qani. Fashethe me qarë. Andi Bushati. Kujdese përgjigjet e egrë Bushati, të dish. Mendohu mirë në përgjigjet. Jo, mëse kam për fare për se është i pamëshirshëm në Bushati. Dhe është ndër gazetarët më të mirë që ka pas koha jonë. Po, atë nuk e diskutoj fare. Jo, e kam pa hitë. Po jo, më nuk e diskutoj fare, po, është e vërtet, dhe ta thash. Bile, edhe kur dalim do njëherë para me Sandrin, që kishte vitë thesi parave. Ai ishte i vogël, edhe rrëzoi një regjim. Tani është i madh dhe do regjim s'ka, edhe zvoglohet për ditë. Çfarë ti bëjmë aty? Frok Qupi. Tani Andi Bushatin e desh apo jo? Po Bushatin e the pak a shumë, po ma thuj për thejtë. Jo, do një, se më theme një fjalë, telendar. Mendo përgjigjen e Bushatit. Po të bëj çfarë doj, po asë s'po flas unë, ai s'po flet. Frok Qupi. Frok Qupi. Se dy emra ke. Mirëditor. Anila Basha. Anila Basha. Jo, Anilën nuk dua të bëj humor, sepse kam shumë respekt për faktin që... Që gazetare kohë jonë dhe kjo? Jo, po, kam respekt për faktin që është një person luftarak edhe bën shmos që të mbjetoj në një xhungël që nuk është e lehtë edhe si grua e respektoj. Baton Haxhiu? Kështu që maksimum që mund të them për Anila Bashën është antare e kryesisë Federatës Futbollit. Baton Haxhiu? Kosovar. Dhe Amelcina në fund, Qim Peka? Ku punon dy? Ky punon që të vjen hakut vazhdimisht në emision të ndëruar... Po të ishte në kohën e kohës tonë, do ishte një nga ata të makinës bardh. Ja. Po e sigurt. Do ishte një nga ata të makinës bardh. Por do e mbanin për shofer. Nuk do dilte kështu, se s'ka. Qimi është gazetar, opozitar i nivelit lartë. Është i nivelit lartë. Po pra i budallë, është ajo për që tash. Sa më lartë budalliku, aq më lartë në nivel. Se ke këtë mani